Atmosfera në shtëpinë e Big Brother Kosova ishte e tensionuar, por edhe delikate. Një debat i vogël po shndërrohej në një situatë që po tërhiqte vëmendjen e të gjithë banorëve. Në qendër të vëmendjes ishte Eliona, por jo për arsye që lidhen me lojën apo strategjinë, por për mënyrën se si po interpretoheshin fjalët që po i thoshte Klodi. Klodi, me zërin e tij të qetë por të prerë, i tha Elionës, mundohu të ruhesh, të jesh më e kujdesshme. Nuk bëhet kështu si bën ti, në dukje, kjo mund të tingëllonte si një këshill e thjeshtë, por për Elionën dhe për disa të tjerë, fjalët dukeshin të ngarkuara me diçka më shumë se thjesht një paralajmërim për sjellje. Eliona e interpretoi mesazhin si një koment mbi ndjenjat e saj, si një përpjekje e Klodit për ta këshilluar për marrëdhëniet e saj emocionale. Ajo ndjeu se po flitej për atë se si ajo duhet të ndjehet dhe jo thjesht për një debat të thjeshtë, ndërsa ajo përpiqej të kuptonte mesazhin, Benita afrohej më shumë pranë Elionës. Nuk ishte një afrimitet fizik që tregonte për ndonjë gjë romantike, por një mënyrë për të ofruar mbështetje dhe siguri. Vetëm ajo dhe Eliona ishin aty pranë njëra tjetrës, dhe kjo duket se i dha Elionës një ndjesi stabiliteti në një moment që po interpretohej gabimisht. Klodi, duke parë situatën dhe reagimin e Elionës, e qetësoj menjëherë, nuk e kisha aty, e kisha për debatin që kishe me Labinotin. Kjo fjali, thjesht dhe qartë, ndryshoi gjithçka. Ishte një rikthim në realitet, një mënyrë për të treguar se mesazhi nuk kishte asnjë lidhje me ndjenja personale apo emocione të fshehta. Ishte vetëm një këshill për mënyrën se si Eliona po përballonte një debat strategjik me Labinotin, dhe jo një koment mbi ndjenjat e saj apo marrëdhënien me Klodin. Megjithatë, kjo situatë tregoi shumë për dinamikën midis banorëve. Për një moment, një fjali e thjeshtë u interpretuar ndryshe nga ajo që ishte menduar, duke treguar se sa ndjeshmëri dhe perceptim emocional ekziston në shtëpi. Për Elionën, ishte një moment reflektimi, për Benitën, një rast për të treguar mbështetje, dhe për Klodin, një mënyrë për të qartësuar qëllimet dhe për të ruajtur harmoninë brenda debatit. Kjo ngjarje e vogël tregoi edhe diçka tjetër, sa delikate është komunikimi në Big Brother Kosova. Një fjali mund të keq interpretohet, një veprim mund të kuptohet gabimisht dhe tensionet mund të lindin nga gjëra që nuk kanë asnjë lidhje me lojën strategjike. Ndaj, aftësia për të qartësuar situatat dhe për të folur hapur është thelbësore. Në fund, Eliona e kuptoi se nuk kishte nevojë të shqetësohej për diçka që nuk ekzistonte. Benita qëndroi pranë saj si mbështetje morale, duke e treguar rëndësinë e miqësive dhe solidaritetit brenda shtëpisë. Dhe Klodi, me qartësinë dhe sinqeritetin e tij, e zgjidhi keqkuptimin para se të merrte për masa më të mëdha. Kjo ngjarje, e vogël në dukje, është një nga momentet që e bën Big Brother Kosova më shumë se një lojë strategjike. Ajo tregon se marrëdhëniet njerëzore, interpretimet të ndryshme dhe ndjenjat të fshehta luajnë gjithmonë një rol të madh. Dhe ndonjëherë, një fjali e qartë dhe e sinqertë mjafton për të rikthyer harmoninë dhe për të rikuperuar besimin midis banorëve. Në këtë mënyrë, situata që mund të dukej e tensionuar në fillim përfundoi si një mësim i vogël për komunikim, për kujtim dhe kuptim të qëllimeve të tjerëve. Dhe për publikun që e ndiqte, ishte një shembull i qartë se Big Brother Kosova nuk është vetëm lojë strategjike, por edhe një studim i thellë i sjelljeve, interpretimeve dhe emocioneve njerëzore.